Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës çfarë kërkon shpirti ynë nga bota materiale, por ajo nuk mund t'ja jap atij. Njeriu nuk e zgjedh fen vetëm për të pasur një identitet, një traditë apo një përkatësi shoqërore. Në shumë raste, njeriu i drejtohet fesë sepse brenda vetes ndjen një nevojë më të thellë, nevojën për qetësi, për kuptim, për shpresë dhe një drejtim në jetë. Në një shoqëri ku ritmi i jetës është bërë gjithnjë më i shpejtë, ku presioni social, pasiguria ekonomike, vetmia dhe ekspozimi i vazhdueshëm ndaj rrjeteve sociale ndikojnë në mënyrën se si ne mendojmë dhe ndihemi, pyetja bëhet më e rëndësishme se kur. A është besimi fetar një nevojë e shpirtit apo vetëm një zgjidhje personale? Shkenca moderne e psikologjisë dhe e neuroshkencës ka treguar se njeriu nuk ka nevojë vetëm për ushqim, strehim dhe siguri fizike. Ai ka nevojë dhe për marrëdhënie, përkatësi, kuptim dhe një ndjenjë që jeta e tij ka një qëllim. Pikërisht këtu feja mund të luajë një rol të rëndësishëm. Besimi i jep individit një kornizë për ta kuptuar jetën, vuajtjen, humbjen, shpresën dhe të ardhmen e tij. Ai mund të jap njeriu të ndjesinë e se vështirësitë që përjeton nuk janë të pakuptimta dhe se ekziston një dimension më i lartë përtej asaj që shohim dhe ne prekim. Studime të shumta në psikologjinë e fesë kanë shqyrtuar lidhjen ndërmjet besimit fetar dhe mirëqenies psikologjike të njeriut. Praktika të tilla si lutja, meditimi, përmendja e Zotit dhe pjesëmarrja në një komunitet fetar mund të shoqërohen me më shumë mbështetje sociale, ndjenjë përkatësie dhe mekanizma më të shëndetshëm për përballimin e stresit. Kjo nuk do të thotë se feja e eliminon dhimbjen tonë apo problemet e ndryshme të jetës. Përkundrazi, besimi mund t'i jap njeriut një mënyrë për t'i kuptuar dhe për t'i përballur këto dhimbje dhe probleme të jetës. Kur një njeri lutet, ai ndalon për një moment ritmin e jashtëzakonshëm të jetës dhe vendos veten përballë një realiteti më të madh se vetja e tij. Në atë çast, shqetësimet e përditshme nuk zhduken domosdoshmërisht, por perspektiva e individit mund të ndryshojë. Ai nuk ndihet më sikur duhet ta mbaj vetë të gjithë peshën e jetës. Për besimtarin ekziston Allahu, tek i cili mund të drejtohet, të kërkojë ndihmë dhe të vendos shpresën në Zotin e një dhe të vetëm dhe e din se pesha e jetës nuk mbahet vetëm duke u mbështetur tek Allahu, ka përcehen çdo lloj pengese. Kurani e përshkruan këtë lidhje pra njeriut me Allahun e besimtarit me Allahun në këtë mënyrë: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ajeti 28 i surës Ra'd. Dhe ky ajet nuk duhet parë vetëm si një shprehje emocionale, por edhe si një koncept që lidhet me një nevojë themelore njerëzore. Pra, kërkimin e qetësisë së brendshme përballë pasigurisë së jashtme. Në shoqërinë moderne ekziston dhe një paradoks. Njeriu ka më shumë mundësi komunikimi se kurrë më parë, por kjo nuk do të thotë se ndihet më pak i vetmuar. Rrjetet sociale krijojnë një lidhje virtuale, por krahasimi i vazhdueshëm me jetën e të tjerëve mund të krijojë pakënaqësi, ankth dhe ndjenjën se nuk jemi mjaftueshëm të suksesshëm. Në këtë realitet, feja mund të ofrojë një koncept krejt tjetër të vlerës njerëzore, ku thotë vlera e individit nuk përcaktohet nga pasuria, pamja apo numri i njerëzve që e ndjekin apo nga statusi i tij shoqëror. Sepse Islami e lidh vlerën e njeriut me besimin, me moralin dhe veprat e tij në shoqërinë ku ai jeton. Dhe kjo është vendos vëmendje nga ajo që njerëzit mendojnë për ne drejt asaj që jemi në të vërtetë përpara Allahut. Një njeri që e ndërton identitetin e tij mbi miratimin e shoqërisë do të jetë gjithmonë i varur nga opinioni të tjerëve.
Kjo është edhe arsyeja pse feja nuk duhet kuptuar vetëm si një grup rregullash, sepse feja gjithashtu është një mënyrë për t'i dhënë kuptim jetës së besimtarit dhe besimtares. Përse duhet të jemi të drejtë kur padrejtësia ndonjëherë duket se shpërblehet? Përse duhet të falemi dhe falim kur jemi lënduar? Përse duhet të bëjmë mirë kur askush nuk na sheh? Përgjigjja fetare është se ekziston një realitet më i madh se shpërblimi i menjëhershëm, nëse veprat e njeriut kanë peshë shumë të madhe, edhe atëherë kur shoqëria nuk i vëran. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na mëson se jeta e besimtarit nuk duhet të matet vetëm në momentet e tij të lehta. Besimtari sprovohet, përballet me humbje, frikë dhe vështirësi, por besimi i tij forcohet dhe më shumë, sepse besimtari vërtet mbështetet tek fjala e Allahut xhaleshanhu dhe te rregullat dhe dispozitat që Allahu xhaleshanhu kërkon prej nesh në këto momente të vështira. Në këtë kuptim, feja nuk premton një jetë pa probleme, por ajo i mëson njeriu si të jetojë me probleme pa humbur shpresën tek Zoti një dhe i vetëm. Njeriu mund të ketë një shtëpi të bukur, një karrierë të suksesshme, një para dhe marrëdhënie shoqërore, por përsëri ndjen një boshllëk në brendin e tij, sepse nevojat materiale dhe nevoja shpirtërore nuk janë e njëjta gjë. Pra trupi kërkon ushqim, ndërsa shpirti ynë kërkon kuptim dhe mirëmbajtje ndaj nesh, ndaj tij. Megjithatë, duhet bërë një dallim të rëndësishëm, sepse feja nuk duhet të përdoret si zëvendësim për ndihmën profesionale kur një person përballet me probleme serioze të tipeve të ndryshme, sepse besimi dhe kujdesi personal mund të bashkëjetojnë me njëra tjetrën. Një njeri mund të lutet, mund të kërkojë mbështetje nga komuniteti i tij fetar dhe njëkohësisht të konsultohet me njerëz të profesioneve të ndryshme për sa i përket anës së tij shëndetësore e shumë të tjera. Kërkimi i ndihmës nuk është dobësi, është pjesë e përgjegjësisë që njeriu ka ndaj vetes së tij dhe kjo është ajo çfarë na mëson feja e pastër islame. Pra një ekuilibër midis anës së fesë dhe anës shoqërore ku ai jeton. Ndoshta pyetja që ne themi, pse e zgjedhim fen? Por më kryesorja, çfarë kërkon shpirti ynë që bota materiale nuk arrin t'ja jap atij? Ndoshta është një qëllim që besimtari të nis dhe të holumtoj dhe të mendoj thellë mbi atë çfarë Allahu i madhëruar ka caktuar për ne. Dhe pikërisht këtu besimi bëhet më shumë se një identitet. Ai bëhet një marrëdhënie ndërmjet njeriu dhe krijuesit të tij dhe një rrugë nëpërmjet së cilës njeriu përpiqet të gjejë kuptimin, qetësinë dhe drejtimin që zemra e tij kërkon. Pra çfarë kërkon shpirti? Kërkon kuptimin, kërkon qetësinë dhe drejtimin dhe udhëzimin në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Pra të dashur vëllezër dhe motra, bota mund të jap njeriu shumë gjëra për të jetuar, por besimtari dhe besimtarja e vërtet beson se vetëm lidhja me Allahun e madhëruar mund të jap shpirtit të njeriu atë qetësinë për të cilën ai është krijuar dhe ashtu siç Allahu i madhëruar kërkon prej tij. Në këtë moment të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.